Në ditët e fundit të kësaj fushate elektorale, kushdo qytetar i qarku të Vlorës do të ketë mundësi për të vendosur me vot fatin dhe të ardhmen e vendit. Kandidati për deputet në listën e hapur të koalicionit për Shqipërinë Madhështore nga radhët e PPD-1, Petro Gjikuria, ka zhvilluar një takim elektoral në Finiq. Një takim ky është zhvilluar me banorët e zonës, ku kandidati Gjikuria ka qenë i shoqëruar nga kreu i PPD-1 Vangel Dule, por edhe kreu i përgjithshëm i Omonjas në Shqipëri, Vasil Kajo. Përgjatë takimit, i cili është zhvilluar në qendrën e Finiqit, është diskutuar me banorët e zonës në lidhje me një sër problematikash dhe premtimesh të pambajtura nga qeveria në pushtet. Banorët në Finiq prej vitesh jetojnë në të njëjtin realitet, teksa kjo bashki është ndër më të mënjanuarat nga investimet. Mënjanimi që duket qartë në qendër të kësaj njësie, një qendër kjo e shkatruar totalisht. Premtimet për investime sipas banorëve kanë mbetur vetëm në letër, pa u realizuar në 12 vite. Gjithashtu, banorët e zonës evidentuan disa prej problemeve më madhore për ta vitet e fundit. Mungesa e infrastrukturës rrugore në brendësi të Finiqit, por edhe në fshatra, problemet e vazhdueshme dhe peripecit me pronat, si dhe presionet e vazhdueshme nga institucionet ligjzbatuese, ishin disa prej shqetësimeve të tyre. Në fjalën e tij, kandidati Gjikuria ka kërkuar mbështetje me vot në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Mbështetje me vot kjo për të qenë më pas përfaqësues i denj i minoritetit në Shqipëri dhe mbi të gjitha i Bashkisë Finiq, e cila e ka të domosdoshme ndryshimin e realitetit. Gjikuria garanton banorët e zonës, por edhe të gjithë qytetarët e qarkut të Vlorës, që do të ketë angazhim maksimal në zgjidhjen e problemeve më madhore të banorëve, duke qenë në Kuvendin e Shqipërisë zëri i tyre. Petro Gjikuria, në fund të fjalës së tij, ka dhe një falënderim për banorët e Finiqit për mbështetjen e dhënë deri më tani përgjatë kësaj fushate elektorale, teksa shprehet i bindur se Finiqi e do ndryshimin dhe këtë gjë do ta tregojë me vepra më 11 maj.